Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Flasin doktorët, kujdes, kjo pije shkatron kockat. I nderuar doktor, jam informuar disa vite më parë se pijet e gazuara do psojnë kockat duke nxjerrë kalciumin prej tyre. Kjo ishte një pyetje e bërë nga një pacient drejtuar doktorit. Përgjigjja e tij ishte: pijet e gazuara janë të kudo ndodhura në shoqërinë tonë, edhe shkollat i shesin. Mëtej si prindrit, ashtu edhe fëmijët shpesh përdorin pijet e gazuara si burimin kryesor të lëngjeve, duke shmangur ujin e thjeshtë që është thelbi i jetës. Dëshmia midis marrjes së sodës dhe rrezikut të mbipeshës është e pakundërshtueshme. Por provat janë mbi densitetin e kockave. Pothuajse 20 vjet më parë, një studim i botuar në Francë ka zbuluar se minjtë që pinin kola kishin nivele më të ulta të kalciumit, nivele më të larta të fosforit dhe nivele më të ulta të vitaminës D, gjithashtu dhe nivele të larta të hormonit paratiroid, sesa minjtë që pinin ujë. Ata gjithashtu kishin densitet më të ulët të kockave në kockën e femurit. Një tjetër studim ka ndjekur më shumë se 73.000 gra midis moshës 30 deri në 55 vjeç për 30 vjet. Në fund të studimit, ata zbuluan se shkalla e thyrjes së ijeve ishte 10% më e madhe te gratë që pinin më shumë se 10 pije të gazuara në javë, krahasuar me ato që nuk pinin asnjë pije të gazuar. Uji gazuar i burimit është thjesht ujë me gaz dioksid karbonit të tretur, por kjo nuk do të thotë se nuk është acid. Niveli pH-it është midis 3 dhe 4 më i lartë se 2.3 pH i pijeve të gazuara, ndërsa uji ka një pH prej 7. Aciditeti mund të shërbejë si një problem, por një studim i botuar së fundmi nuk ka gjetur asnjë ndryshim të shënuesit për qarkullimin e kockave midis grave në postmenopauzë që pinin ujë mineral të gazuar dhe atyre që pinin ujë mineral të thjeshtë. Pra këshilla e doktorit është pikërisht kjo: bëjeni ujin e thjeshtë burimin tuaj kryesor të lëngjeve. Gjithashtu, edhe kjo është e rëndësishme: minimizoni sasinë e pijeve të gazuara që ju dhe adoleshenti juaj pini. Përveç lidhjes së tyre me obezitetin, ato duket se rrisin rrezikun e densitetit të kockave dhe frakturave të kockave.